Mirë, në këtë temë kaq interesante, kaq të nxehtë. Po se kemi thënë akoma temën. E tham përpara, po. E tham përpara, po ata që erdhën tani se dëgjuan. I treti i vërteti. Do me thënë i tepërti. Ose jo i vërteti. Sa bukur, bravo. Kjo ishte e madhe, i treti i vërteti. Po nuk ka të bëj me pushtetin kjo, ka të bëj me dashurin. Se ndonjëherë dy s'merren vesh, tak futet një i tret edhe merren vesh më mirë. Be tre këndsh pasaj. Dhe me këtë do ta diskutojmë këtë temë. Me miqt më të dashur të emisionit tonë, a falni ju tjerët. Te a mrekullueshme dupi se kështu i them unë. Dea Star Toçi, poetja ime preferuar. Dhe juriste e gjithë gjërat e tjera, pa diskutim, profesioniste, po poet. Voltiza Prendi, një star i vërtet. Yll me dhë. Dhe rikthehet fuqishëm Anila Çobani që ka ardhur në dyer këtë sezon, njëherë semestrin e parë, njëherë semestrin e dytë. Anila, po çfarë bën kështu valla? Ti sigur ke të dashur që s'të lë. Po, ngarkesat e kohës dhe këto tradhtirat në përkëmb, të pamundshme. E shikoni që mungojnë meshkujt në panel? Po. E që dua, mama? Jo, a e dini pse? Po, ta them. Ma thuajte ja, pse mungojnë meshkujt? Po shkojmë futboll. Jo, e kemi një mashko, po se kemi panel, e kemi kështu. Ata gjithmonë, duke qenë që zakonisht për studio janë të martuar, do flisnin që tradhtia ose ekziston të gratë, ose ata nuk e njohin si koncept. Jo, po, ata janë shumë besnik. Se cili thot, unë jo, aji, jo, unë jo. Aji e bën, kur e bën aji, unë e godas. Unë nuk e njoh si koncept. Aji, ajo. Meshkujt për njëri tjetrin. Po. Nuk rinë me tradhtar ata. Jo, po Erioni mund të ketë, jo, unë jam i martuar, jam besnik. Shokët e tyre nuk janë tradhtar. Ata dhe shokët e tyre s'janë. Po, jo. burrat me njëri tjetrin ka solidaritet, nuk tregojnë që tradhtojnë. Po edhe gratë me njëra tjetrën. Në për studio, jo, gratë shesin. Në për studio, me zi shpresin. Në për studio, e bëjnë si patashi. Edhe të prishi familje, Po e bëjnë kështu si, ua, rëshkiti, nuk është se e kisha mendje, nuk e thash. ua, ka të dashur e më falë, po s'doja. Jo, ajo s'ishte te unë. Jo, s'të lëte, është e pamundur. Në Në studio mund të ishin meshkujt kështu refuzuz dhe të ngurt, por në tavolina besoj që trofet do numëroheshin si këto... Po, edhe kur Si kanacet e lajthizës. Edhe kur s'kan, bëjë si kur kanë nga 10. Si pjetë e Kjo lajthizës. është frustrim, qaj është kjo, do më thënë ndjesi. Edhe të kesh kur je ngopur, edhe të shesësh si kur ke, kur s'ke fare, kupton?